Këshilla të vyera nga Imam Sayyid Ali Khamenei rreth muajit të Ramazanit. Të dashurit e mi, fryti kryesor i muajit të Ramazanit është devotshmëria. I plot fuqishmi thot në Kur'an që të bëheni të devotshëm. Kuptimi i devotshmërisë është që ajo thot një poet: dora që mban frerët e nefsit është devotshmëria. Ndonjëherë ne mund të jemi në gjendje të mbajmë frerët e të tjerëve, por krenaria e plot është të mbajmë frerin e vetes son dhe të kontrollojmë brutalitetin dhe pamaturinë e saj. Devotshmëria do të thotë të mbikëqyrësh veten në rrugën e drejtë të Allahut xhaleshanuhu.